Përshëndetje dhe mirë se erdhët në videon tonë të sotme. Sot do të flasim për disa ushqime të jashtëzakonshme që ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit të lëkurës. Nëse dëshironi një lëkurë të pastër, të ndritshme dhe të ushqyer nga brenda, atëherë këto ushqime do t'ju ndihmojnë të arrini pikërisht këtë rezultat. Shumë prej tyre ndoshta i konsumoni çdo ditë, por nuk keni menduar se çfarë ndikimi ka në lëkurën tuaj. Le të filloj me listën tonë. 1. Salmon. Salmoni është një nga ushqimet më të pasura me acide yndyrore omega-3, të cilat janë të domosdoshme për një lëkurë të shëndetshme. Omega-3 ndihmojnë në ruajtjen e lagështisë natyrale të lëkurës, duke e mbajtur atë të butë dhe elastike. Përveç kësaj, këto acide yndyrore ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit, duke parandaluar skuqjet dhe irritimet e lëkurës. Konsumimi i salmonit 2 deri në 3 herë në javë mund të përmirësojë dukshëm shkëlqimin dhe vitalitetin e lëkurës tuaj. Nëse nuk e pëlqeni salmonin, mund ta zëvendësoni me peshq të tjerë të yndyrshëm si sardele, skumbria apo trofta, të cilat kanë pothuajse të njëjtat përfitime. 2. Avokado. Avokado është një burim i mrekullueshëm i yndyrnave të shëndetshme, vitaminës E dhe vitaminës C. Të gjitha këto shumë të rëndësishme për një lëkurë të hidratuar dhe të butë. Vitamina E ndihmon në mbrojtjen e qelizave të lëkurës nga dëmet e shkaktuara nga radikalet e lira, ndërsa vitamina C është e nevojshme për prodhimin e kolagjenit, që i jep lëkurës elasticitet dhe freski. Për ta përfshirë në dietën tuaj, mund ta shtoni avokado në sallata, smoothie apo thjesht ta konsumoni të shtypur mbi një fet buke të thekur. 3. Farat e linit. Farat e linit janë të pasura me omega-3 dhe fibra, të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në ruajtjen e lagështisë dhe në qetësimin e lëkurës së thatë dhe të irrituar. Ato ndihmojnë në reduktimin e akneve dhe e bëjnë lëkurën më të butë dhe me shkëlqim. Një lugë gjelle fara liri të bluara në mëngjes, të shtuar në kos, drithra apo smoothie, mund të sjellë ndryshime të dukshme në pamjen e lëkurës suaj brenda disa javëve. 4. Lule shtrydhet. Lule shtrydhet nuk janë vetëm të shijshme, por janë edhe një burim i shkëlqyer i vitaminës C dhe antioksidantëve. Vitamina C është thelbësore për prodhimin e kolagjenit dhe për të mbrojtur lëkurën nga dëmet që shkaktohen nga dielli dhe ndotja e mjedisit. Konsumimi i tyre ndihmon në mbajtjen e lëkurës së fortë, elastike dhe me një shkëlqim natyral. Mund t'i shtoni në kos, smoothie apo t'i konsumoni të freskëta si një ushqim të lehtë në mes të ditës. 5. Mango. Mango është një frut tropikal i pasur me beta-karoten, vitamin A dhe vitamina të tjera, që mbrojnë lëkurën nga plakja e parakohshme dhe e mbajnë ato të hidratuar. Vitamina A është e njohur për aftësinë e saj për të rigjeneruar qelizat e lëkurës dhe për të mbajtur sipërfaqen e saj të lëmuar dhe të butë. Përveç kësaj, mango përmban antioksidant që luftojnë radikalet e lira, duke mbrojtur lëkurën nga dëmet e mjedisit. 6. Karrotat. Karrotat janë të pasura me beta-karoten, i cili shndrohet në vitamin A në trup dhe është i njohur për mbrojtjen e lëkurës nga rrezet e diellit dhe përmirësimin e elasticitetit të saj. Një dietë e pasur me karrota ndihmon në mbajtjen e lëkurës së butë dhe me një ngjyrë të shëndetshme. Ato janë të shkëlqyera si të freskëta në sallata, të zjera lehtë apo të përfshira në smoothie të ndryshme. 7. Patatet e ëmbla ose batatet. Janë një tjetër burim i shkëlqyer i beta-karotenit. Ky element ndihmon në mbrojtjen e lëkurës nga tharrja dhe mban lagështinë natyrale të saj. Për më tepër, beta-karoteni jep lëkurës një shkëlqim natyral dhe një ngjyrë të shëndetshme. Përfshirja e patateve të ëmbla në ushqimet tuaja të përditshme, si pjesë e pjatave të furrës apo si pure, është një mënyrë e shkëlqyer për të përmirësuar cilësinë e lëkurës tuaj. Kosi grek është i pasur me proteina dhe probiotik që ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit të zorrëve, gjë që ndikon drejt për drejt në shëndetin e lëkurës. Një tretje e mirë dhe një mikrobiom e balancuar ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit dhe akneve. Për më tepër, proteina në kos ndihmon në rigjenerimin e qelizave të lëkurës, duke mbajtur atë të re dhe elastike. Konsumimi një tasi kosi grek çdo ditë, i kombinuar me frutat freskëta ose fara, është një mënyrë e thjeshtë për të ushqyer lëkurën nga brenda. 9. Kivi. Kivi është një ndër frutat më të pasura me vitamin C, një vitamin thelbësore për prodhimin e kolagjenit dhe për mbrojtjen e lëkurës nga dëmtimet e shkaktuara nga radikalet e lira. Përveç kësaj, kivi përmban vitamina dhe minerale që ndihmojnë në luftimin e thatësisë të lëkurës dhe mbajnë ato të freskët dhe të ndritshme.
Një kivi në ditë është një mënyrë e thjeshtë për të dhënë mbështetje të madhe për shëndetin e lëkurës. 10. Bajamet. Bajamet janë një burim i pasur me vitamin E, një antioksidant i fuqishëm që ndihmon në mbrojtjen e qelizave të lëkurës nga dëmtimi i diellit e ndotja. Konsumimi i rregullt i bajameve ndihmon në përmirësimin e lagështisë dhe elasticitetit të lëkurës, duke reduktuar shenjat e plakjes. Vetëm një grusht bajame çdo ditë mund të bëjë diferencë të madhe për pamjen e lëkurës suaj. 14. Kastraveci është i njohur për përmbajtjen e lartë të ujit dhe për efektin e tij freskues. Ai ndihmon në hidratimin e trupit dhe lëkurës, duke ulur tharjen dhe irritimin. Kastraveci përmban gjithashtu antioksidant dhe minerale, që ndihmojnë në qetësimin e skuqeve dhe reduktimin e ënqjeve rreth syve. Për ta përfshirë në dietën tuaj, mund ta shtoni në sallata ose ta pini si lëng kastraveci. Boronicat. Boronicat janë ndër frutat më të pasura me antioksidant, të cilët ndihmojnë në luftimin e plakjes së parakohshme të lëkurës. Ato ndihmojnë në përmirësimin e qarkullimit të gjakut dhe në ruajtjen e elasticitetit të lëkurës, duke bërë atë të duket më e re dhe më e shëndetshme. Për shkak të shijes së tyre të ëmbël dhe të lehtë, boronicat mund të shtohen lehtësisht në mëngjesin tuaj ose të konsumohen si një snack i shëndetshëm. Farat e lule diellit. Farat e lule diellit janë një burim i shkëlqyer i vitaminës E, selenium dhe acideve yndyrore të shëndetshme. Këto përbërës ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave të lëkurës nga dëmtimi oksidativ dhe në ruajtjen në një strukture të shëndetshme të saj. Një dorë fara lule dielli si snack ose të shtuar në sallata janë një zgjedhje e shkëlqyer për një lëkurë më të butë dhe të ushqyer. 15. Specat e kuq të ëmbël. Specat e kuq janë të pasur me vitamin C dhe beta-karoten, që ndihmojnë në prodhimin e kolagjenit dhe mbrojtjen e lëkurës nga rrezet të dëmshme të diellit. Vitamina C luan një rol kyç në mbajtjen e lëkurës të fortë dhe elastike, ndërsa beta-karoteni ndihmon në ruajtjen e lagështisë dhe i jep lëkurës një ngjyrë natyrale të shëndetshme. Specat e kuq janë të shkëlqyer për të përdorur në sallata të freskëta, pjata të gatuara ose të pjekura në furrë. Farat e kungullit. Farat e kungullit janë pasur me zink, një mineral i rëndësishëm për rigjenerimin e qelizave dhe prodhimin e kolagjenit. Zinku gjithashtu ndihmon në uljen e inflamacionit dhe në parandalimin e akneve. Konsumimi një grusht fara kungulli çdo ditë mund të ndihmojë në përmirësimin e tonit dhe elasticitetit të lëkurës. Këto janë 15 ushqimet më të mira për të ushqyer dhe mbrojtur lëkurën tuaj nga brenda. Përfshirja e tyre në dietën e përditshme do t'ju ndihmojnë të keni një lëkurë më të shëndetshme, më të butë dhe më të ndritshme natyrisht. Mos harroni, kujdesi për lëkurën nuk fillon vetëm me kremrat apo trajtimet kozmetike, por me zgjedhjet që bëjmë në tavolinën tonë çdo ditë. Nëse ju pëlqeu kjo video, bëni subscribe për më shumë këshilla mbi shëndetin dhe kujdesin për trupin, dhe shpërndajeni këtë video me miqtë tuaj. Faleminderit që shënduat me ne deri në fund.